Selamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, shikues të nderuar të emisionit ton. Mirë se erdhët në të emisionit ton, ku sonte në emisionin pra Kandili e Editorisë kemi mysafir hoqën e nderuar doktor Bashkim Aliu. Unë do të jem moderatori i emisionit të sonshëm pra Shpëtim Sjarina. Ju mirëpresim pra të inkuadroni në fund të ligjëratës së hoqës, ku mund të inkuadroheni përmes messengerit tim pra Shpëtim Sjarina, nëse doni të inkuadroheni live. Dhe përndryshe pra i japim mirëseardhje hoqës të nderuar pra Bashkim Aliut në emisionin ton Kandili i Editorisë. Mirë se erdhë hoqë nderuar. Po mirë se u gjeta juve dhe gjithë atyre inshallah që do të na ndjekin. Shpresoj që keni qenë mirë këto ditë me shëndet dhe Po alhamdulillah. Keni pas besoj një fundjavë domethënë kur të ngjeshur, po. Po fal Zotit alhamdulillah prej aktiviteteve, angazhimeve, kështu që është për të mirë edhe shpresojmë që të jenë fritëdhënëse. Si gjithherë gjithmonë aktiv dhe entuziast për çdo aktivitet islam, aty ku kërkohet për të shpërndar dija islame, aty e gjen Bashkim Aliun ja pra edhe këtu sonte. Megjithatë, domethënë krahas asaj që ka pasur edhe shumë aktivitete tjera dhe përgjithësi gjatë vikendit, gjen kohë që edhe këto të jap zakatin e vet të editorisë. Hoqë, për çka keni vendosur na fletni sonte? Po bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Falënderimet dhe lavdërimet i sinqerta i takojnë Allahu xhallashanuhu, përshëndetje të paqja dhe shpëtimi qofshin mbi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij, mbi shokët e tij, si dhe gjithë ata të cilët e ndjekin rrugën e tij me sinqeritet deri në ditën e gjykimit. Edhe një herë pra asalamu alaikum për ju dhe gjithë ata që na ndjekin. Normalisht shikoni si duket disa herë temat i imponojnë edhe momentet, rrethanat, dhe ta them drejtën, si rezultat i gjithë asaj që ndodhen sot në botë, edhe veçanërisht për shembull në Gaza e kështu me radhë, parashtrohet pyetja apo disa, do të thotë njerëz shpeshherë na pjesën se a thu vallë kjo është fundi botës. Dhe për këtë që kemi lexuar se do të ndodhe, do të thotë edhe përleshjan mes Dexhallit, mes Isait alayhis salam dhe iftarëve të tij dhe Dexhallit në anën tjetër, veçanërisht në tokën e Palestinës, a thu vallë se këto janë ato momente në fakt, a është kjo fundi i asaj. Kështu që si zakonisht përgjigjja ka qenë ashtu siç edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në një rast kur e ka pyet dikush se kur është kiameti, i ka thonë çfarë ke përgatitur ti për kiametin. Pra se kiameti kur është tjetër punë, po ti çfarë ke përgatitur? Edhe ne themi realisht me këtë se po dita e fundit do të vjen, dita e gjykimit do të vjen, fundi i botës do të vjen. Mirë po, kjo nuk është në dijen tonë. Dhe a është kjo ai fundi që ti që thuhet apo nuk është? Realisht ne nuk mund ta themi atë, por pyetja jon është se çka ne kemi përgatitur për atë fundin. Pra, ku jemi ne me përgatitjet? E tash e para, për ta kuptuar dhe për mos me qenë pesimist në këtë çka ndodhen, se kjo lind nga një lloj pesimizmi faktikisht. Një lloj dëshpërimi nga ajo që ndodhen dhe nuk ka njeriu tash ku shkon edhe thot a është ky fundi i botës që të jep një satisfaksion
do të thotë vetvete se kjo fundi i botës. Dhe veçanërisht thirrën edhe në hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam kur thotë se çka do të bëni ju kur do t'u vërsulen të gjithë popujt. Edhe si kur vërsulen njerëzit e uritur në pjatën me ushqim. Dhe i kanë thonë ja Rasulullah, a do të jemi ne pak? Thotë jo, ju do të jeni shumë, por nuk do t'ua kenë frikë tjerët për shkak se në zemrat tuaja do të futet dobësia dhe dashuria ndaj kësaj bote. E tash, nisur nga kjo, edhe e parashtrojnë pyetjen a thu vallë, është ky moment është ai për cilin ka fol pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Për atë është mjaft e rëndësishme që të flitet për atë se si e sheh Islami fundin e botës. Fakt, koncepti Islam mbi kiametin dhe perëndimin e kësaj bote, me qëllim që mos mbillet pesimizëm dhe dëshpërim në shpirtrat e njerëzve. Në fakt, edhe kur do të vjen fundi i botës, parimisht në Islam, fundi i botës është i padit, nuk e din askush veç Zotit. Nuk ka informata. Po, pejgamberi alayhis salam ka folur për shenja dhe parashenja realisht, për disa tregues që zhvillime që do të ndodhin dhe që e tregojnë se veç ka fillu fundi i botës, po vetë edhe ardhja Muhamedit sallallahu alaihi wasallam është një tregues i tillë. Megjithatë nuk ka një pik, do të thotë një limiti se këtu është dhe pas kësaj është më fundi i botës. Në diçka të tillë nuk ka. Dhe fshehja në fakt e dijes së fundit të botës nga njerëzit, siç e përmend edhe Allahu Gjellëshanu, inna Allahe indahu ilmu sa'a, vetëm Allahu e di se kur është fundi i botës, e ka një logjik në fakt optimiste për njeriu, nxitëse, stimuluese, dhe që mos të bëhet njeriu pesimist dhe t'i humb shpresat. Sikur njerëzit ta dinin fundin e botës se kur është, ata të cilët do t'ishin afër ose çka të them, do me thonë, të cilët do t'i afroheshin, nuk do të punonin. Po njeriu edhe vdekjen e vetë realisht nuk e di. Allahu e ka fsheh edhe atë momentin kur do të vdesim, e ka fsheh nga njerëzit. Pse? Me qëllim që njeriu mos pasivizohet, mos bllokohet, mos i humb shpresat dhe mos të largohet nga jeta e kësaj bote dhe nga çdo aktivitet i saj. Dhe pikrisht fshehja e informatës apo e dijes për fundin e botës nga njeriu është një moment që meriton një analizë të thellë dhe psikologjike. Do të thotë, është një moment shumë i rëndësishëm për njeriu, sepse njeriu e ve në qendër. Humanocentriste, sepse njeriu t'i thotë, shiko, ti duhet që të vazhdosh me aktivitetin, me punën tënde, me angazhimin tënd. Dhe nuk duhet ti të merresh me atë se kur do të vijë fundi i botës. Po ti bën punën tënde, ti ke një rol. Allahu Gjellëshanu e ka quajtur njeriu në Khalifetullahi fil ard, mëkëmbës i caktuar nga Allahu Gjellëshanu në tokë, që ta gjallëroj tokën, të merret me ndërtimin e tokës, ti menaxhoj të mirat që Allahu Gjellëshanu ja ka dhënë në këtë botë. Krejt këto dalin nga ajo që njeriu pra duhet ta luaj rolin e vet deri në momentin e fundit. Dhe fshehja e fundit të botës, kiametit, nga njeriu, por atribuimi i kësaj dije vetëm te Allahu Gjellëshanu, është një moment shumë i rëndësishëm që njeriu çdo herë të jetë i stimuluar, çdo herë të jetë optimist, çdo herë të mendoj përpara dhe kur i mos ndalet. Pse? Sa i ka një rol, dhe rolin e tij duhet ta kryej. Pa marrë parasysh se ka kjo botë një fund. Jemi të vetëdijshëm të gjithë, por roli duhet të kryhet si duhet, angazhimi duhet të kryhet si duhet, nuk duhet të ndalemi në asnjë moment. Dhe për atë pra, filozofia e Islamit për stimulimin e njeriu, për rolin që ka njeriu, fillon pikërisht me atë se e ka fshehur dijen për fundin e botës, e ka fshehur, do me thonë, nga njeriu. Pra njeriu nuk e di
dhe në ditën e gjykimit pra në ditën e gjykimit ne do të dalim të gjithë, por te Allahu xhaleshanuhu është me rëndësi shumë se ajo çka kemi bërë. Pra, thonë shkurt, filozofia që Islami në fakt pra e ka në këtë aspekt është shumë motivuese. Pse e ka fsheh, do të thotë e ka fsheh pra momentin e botës tjetër nga njeriu me qëllim që ta stimuloje njeriu dhe mos e lanë njeriu që të bllokohet. Ky është elementi i parë i rëndësishëm këtë drejtim. Elementi i dytë, pra, kur do që të bëhet fundi i botës, kur do që të jetë fundi i botës? Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na ka dhënë udhëzime të qarta se si duhet ne të sillemi. Dhe ku shihet kjo? Shihet në atë që përmendëm edhe pak më parë se një person e ka pyetur të dërguarin e Allahut, paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të, edhe i ka thonë, ja Resulullah, meta saa, kur është kiameti? Shikoni pejgamberi sallallahu alaihi wasallam çfarë përgjigje i ka dhënë, që është po ashtu një moment psikologjik që të shihet ku e ka rolin dhe cili është roli i njeriut në faktikisht në këtë botë. Pejgamberi alayhis salam nuk i përgjigjet atij konkret se kur është fundi i botës, për shkak se këtë gjë ne nuk e dim, e di vetëm Allahu xhaleshanuhu, por pejgamberi sallallahu alaihi wasallam çka i thot atij? I thot, ti lene kur është fundi i botës. Thot, por ti çka ke përgatitur për fundin e botës? Do të thot, le ti se kur është fundi i botës, po ti trego ti çka ke përgatitur për fundin e botës. Do të thot, pra, pejgamberi alayhis salam ka shku dhe i ka thënë atij, ja ka dhënë pra një përgjigje që e kthen nga logjika pesimiste që mund ta kap atë, pra se fundi i botës është afër, e ka quar në atë që është kreative, pra në punë, dhe i ka thënë, ti fundin e botës le, po ti trego çka ke përgatit ti për fundin e botës. Shikoni pra çfarë momenti i rëndësishëm psikologjik tu kemi po ashtu. Do të thotë, mos u merr ti me fundin e botës. Dhe e ka udhëzuar përmes pyetjes, që është një përgjigje shumë bindse kjo pyetje, në atë që është kreative, pozitive. Lene ti me momentin e fundit të botës, por trego ti pra se ti çka ke përgatitur për fundin e botës. Edhe ai thot, ja Resulullah, unë nuk kam përgatitur shumë gjëra, në atë kuptim, unë e fali namazin farse kështu me radhë, por nafile shumë nuk kam fal, por unë e dua Allahun dhe pejgamberin e tij. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i thot, atëherë ti je me atë me të cilin do të jesh me atë të cilin e don. Pra shiko, ja ka treguar rezultatin. Edhe i ka thënë se pyetja kryesore për kur është në pyetje çështja e fundit të botës. Pyetja kryesore nuk duhet të jetë kur është fundi i botës, po duhet të jetë çfarë kemi përgatitur ne për fundin e botës dhe ku jemi ne me përgatitjet për fundin e botës. Dhe kur ky person, pra kur ky shoku i pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, ja ka treguar një pikë të rëndësishme se unë, do me thonë, të dua ti, ja Resulullah, e dua Allahun, të dua edhe ti, dhe pejgamberi sa mi thot, po, pikërisht, kjo është ajo që duhet të jetë, pra ti do të jesh me atë të cilin e don. Dhe kjo duhet të jetë logjika e trajtimit të fundit të botës në jetën tonë të përditshme. Pra, nuk duhet të shohim se erdhi fundi, mbaroi fundi dhe tash duhet të bllokohemi, por ne duhet të shikojmë çdo herë a e kemi kry rolin tonë, e kemi kry angazhimet tona. Çfarë duhet të bëjmë ne në fakt? E tash këtu lind edhe ajo, po çka mund të bëj unë për shembull për rastin e muslimanëve ku janë ato të shtypur e kështu me radhë. Çdo njeri në bazë të mundësive që i ka, se Allahu nuk e ngarkon asnjë njeri për te mundësive që e ka. Kështu që me atë mundësi që e ke ti duhet ta kryesh rolin ton. Dhe jo të merresh me gjëra të cilat faktikisht nuk të takojnë ti, se Allahu xhaleshanu nuk na e ka
lënë neve apo nuk është në dijen tonë çështja e fundit të botës. Dhe ky moment është shumë i rëndësishëm, pra pyetja e këtij shoku të pejgamberit alayhis salam dhe përgjigjja që ja ka dhënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam atij se shiko, nuk duhet të merresh ti me momentin kur është fundi i botës, po ti merru me punët tua që duhet t'i kryesh, detyrat tua që duhet t'i kryesh, rolin ti që e ke në këtë botë si njeri, angazhimin që duhet ta bësh, dhe ky është një moment stimulues për atë. I thot pra se duhet të merresh në jetën e vet musliman, të merret me atë që është produktive, atë që sjell rezultate pozitive, e jo me gjëra të cilat pra edhe nëse e di se mbas 2000 vjetësh, 3000 vjetësh për shembull është fundi i botës. Ty në atë kohë aty, pra çka do të ndihmoja ajo ty? Nuk ndihmon kur gjë. Pra shikoni, filozofia edhe realisht edhe Islamit është se analizoni rrëfimet kuranore për pejgamberët. A keni gjetur dikun në Kur'an për shembull për pejgamberët e Zotit se flitet për vite, në cilin vit ka jetuar? Absolutisht qoftë. Po, flitet për popujt e tyre, po nuk flitet realisht edhe për popujt e tyre konkretisht në cilin vend ata janë. Por vetëm thot populli i Themudit, populli Saliut alayhis salam, populli Hudit, populli Nuhit e kështu me radhë, por nuk merret Kurani me gjeografi në atë kuptim se në këtë territore kështu me radhë. Pse? Nuk merret me data në cilën kohë. Përse kjo nuk është me rëndësi për Islamin. Për Islamin është me rëndësi mësimet që merren. Pra për pejgamberët e Zotit është me rëndësi mësimet e atyre. Dhe për atë shikoni pra, Kurani nuk mirret me detaje historike, nuk mirret me detaje gjeografike e kështu me radhë, por merret me mësimet që merren nga jeta e pejgamberëve të Zotit. Analizoni pra këtë fenomen të rëndësishëm. Kjo lidhet edhe me kiametin. Nuk merret me datë, nuk merret me ditë, nuk merret me kohë të caktuar, por vetëm thotë se ai do të bëhet. Ndërka që ju duhet ta kryeni punën tuaj, dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka thënë pra këtij shokut të vet, ti çka ke përgatit për kiametin? Kjo është pyetja kryesore. Ne duhet të jemi çdo herë në aksion, ne duhet çdo herë të jemi të zgjuar në atë kuptim, çdo herë duhet të punojmë, çdo herë duhet të angazhohemi dhe mos të bllokohemi, mos gjërat t'i marrim apo t'i konsiderojmë se kanë përfunduar dhe kjo realisht na thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, çfarë do që të ndodhe dhe për ju që do të vini pas meje, çfarë do që të ndodhe në botë kështu me radhë. Edhe pse juve mund të duket se u është ngushtuar rrethi dhe jeni në një gjendje të vështirë, ju në fakt nuk duhet t'i humni shpresat, po duhet të jeni aktiv dhe duhet ta shikoni atë që është e dobishme. Dhe elementi i tretë me të cilin edhe do ta përfundoj këtë është se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në një rast tjetër po ashtu e formëson të kuptuarit ton për fundin e botës me angazhimin konkret. Do me thonë, me punën që duhet ta bëjmë. Të punojmë. Si kjo? Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në një rast ka thënë, nëse e dini, kushtimisht themi, do të thotë, se nesër është fundi i botës. E din tamam se nesër është fundi i botës. Dhe në dorën e ndonjërit prej jush ka një filis. Do me thonë, ka një bim, e ke një filis bim. Thot ti, mos thuaj se nesër bëhet kiameti, çka më duhet ky filizi mua. Edhe do ta gjuaj. Jo, thot, për çka ti bësh, do me thonë, duhet ti ta mbjellish atë. Do me thonë, mbilla atë. Pra, të merresh me punë, jo ta gjuajsh, por futën në tokë ti, le të jetë një proces i mbjelljes le të ndodh. Pra i angazhimit, i punës, i prodhimit. Po si? Po nesër është more kiameti. Po thot, edhe nëse e di saktë se nesër është kiameti, çka ti e ke diçka një farë, hudhe në tokë ta mbjellish, jo ta shkatrosh atë. Shikoni çfarë mesazhi motivues, stimulues. Do të thot edhe në rast se e di se është kiameti, ti nuk guxon të bllokohesh, nuk guxon të dëshpërohesh, nuk guxon të kap pesimizmi, po duhet ta kryesh punën tënde dhe duhet ta japish mundin tënd. Kjo është filozofia e Islamit për fundin e botës,
që është shumë e rëndësishme për ne si musliman, që ne duhet ta kryejmë punën tonë, e jo siç kanë thënë edhe shumë dietar, duke e prit ardhjen e Mehdiut, na erdhën kolonizatorët prej vendeve tjera. Ne pra besojmë na që ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, por ne nuk guxojmë të bllokohemi, nuk guxojmë të pasivizohemi, nuk guxojmë të dëshpërohemi se ja mund të jetë kjo ajo fundi botës, edhe trim edhe të presim se kur do të na vi ai do t'i pastrojë punët, ne nga ana jonë mos bëjmë kurrë. Jo, ne këtë nuk e dim kur o fundi botës, e ne duhet të punojmë, të angazhohemi, të kontribojmë, ashtu siç ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, edhe nëse dini bile kushtimisht se nesër bëhet dhe ke një filis në dorën tënde, ti pra mos e gjuaj, mos e shkatrohat, por çka e ke tokën, mbjelle. Me këtë ai ka dash thotë se deri në momentin e fundit ju duhet të punoni dhe të angazhoni. Bile edhe fetarisht është se edhe për pendimin, për shembull, ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se Allahu e pranon pendimin e njeriu deri në momentin edhe kur i vin derisa nuk i ka ardhur shpirti, pra në fitnat kuptim pa i dal shpirti ende. Ende derisa çka do të thotë kjo? Të stimulon për gjëra të mira deri në momentin e fundit mos dorëzohesh. Kjo ishte ajo që desha ta realisht ta trajtoj si rezultat i pyetjeve të shumta që na janë bërë, pra në lidhje me atë që ndodhen sot në botë, që e shohim veçanërisht që ndodhen pra në Gaza, që ndodhen me muslimanët, dhe si rezultat i kësaj lindin edhe pyetjet e vazhdueshme për këtë se mos është kjo do të thotë fundi botës, sepse lidhet edhe me Palestinën, lidhet edhe me atë përleshjen që do të ndodhen mes Isait a.s. dhe Mehdiut nga njëra anë dhe palëve tjera, pra Dexhallit dhe palëve të cilët do ta ndjekin atë. Unë me kaq do të kisha përfunduar tash që ta lëm mundësinë për të hapur diskutim ose eventualisht nëse keni ndonjë pyetje shtesë që mund ta diskutojmë. Allah që më bleft, o gjendëruar bashkim, nëse më lejon të informoj dhe vënd se çështja e kamerës nuk e di se mos ke prekur dikun apo se nuk po shifesh në kamera këtu. Mundësisht shikone se mundesh me Tek un model këtu e shoh veten time këtu, po nuk e di ndoshta atje nuk më shifni ju. Me të vërtet unë këtu e shoh. Ndoshta është çështje e rrjetit apo diçka për këtë arsye. Po nëse kemi një përshëndetje nga një prej dëgjuesve, Ahmed Qergjisi, thotë selam aleikum juve dhe për gjithë shikuesit. Mu aleikum selam, nderuar Ahmed, Allah shpëbleft. Mu rikthy tek thënia jote Efendi kur tha se njëri nga sahabët i ka drejtuar Muhamedit alayhi salatu wasalam me pyetjen se kur është kiameti. Po thuaj se shumë një përgjigje ndoshta e papritur, por nuk di që mund gjej një përgjigje më mirë dhe më adekuate dhe më mësimdhënëse se kjo. A thu çka e ka shtyr Muhamedit alayhi salatu wasalam? Me di që pak a shumë e elaborove edhe në fillim, mirë, po deshta vetëm edhe pak më shumë ta elaborosh këtë çështje. Çka e shtyri Muhamedit alayhi salatu wasalam me thonë me pyetja se çka ke përgatitur ti për atë ditë? Po pikrisht është ajo pra që e ka udhëzuar atë, e përmes tij na udhëzon edhe neve që të merremi me gjërat që kanë prioritet, me prioritetet. Do të thotë, kjo ka qenë metodologjia që ta orientojmë prioritete, jo në gjërat të cilat nuk i sjellin atij dobi konkrete. Pyetja është çka nëse për shembull i thonte pejgamberi alayhis salam atij se shiko prej tash ta zon prej kohës vetaj pas 3000 vjetësh do të bëhet kiameti. Okej, në rregull është pas 3000 vjetësh. E tash e mori ai përgjigjen se do të bëhet pas 3000 vjetësh, do të bëhet për shembull në muajin kaç, në ditën kaç, në datën kaç. Ai nuk jeton 3000 vjet. Ai jeton si gjithë njerëzit tjerë të këtij ummeti që ka mund të jetë 70 e kështu me radhë, ku e di unë sa. Çfarë dobi ai do të kish prej kësaj? Besoni asnjë dobi, jashtë se një informat. Do ta kish si informat dhe do ta merrte me vete.
sepse e gjitha ajo gjenerata aty nuk jetojnë 3000 vjet faktikisht. Po pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e udhëzoi atë, edhe neve po ashtu, gjërave t'u japim prioritet. Kjo do të thotë ideja e prioriteteve. Merruni me atë çka ka prioritet. Çka ka prioritet ka puna. Pra lene ti kur është kiameti, po çfarë ke përgatitur për kiametin? Prioritet për ne si njerëz është puna, angazhimi, kontributi, roli që ne e kemi në këtë botë. E jo krejt këto në t'i lëmë anësh dhe të merremi me çështje të cilat nuk na sjellin fryte konkrete në jetën tonë. Dhe për fat të keq, këtë ne e shohim. Shikoni edhe në shumë debatet tona disa herë për shembull. Në vend që ne të merremi me gjëra që janë produktive për ne, për umetin, për shoqërinë, për bashkësinë, pra, ne merremi me debate të cilat nuk sjellin asgjë ama hiç dobi konkrete. Të cilat janë thjesht diskutime, debate të cilat ekzistojnë në libra, edhe do të ekzistojnë në libra, u përkasin qarqeve akademike, por tek ne nuk kanë impakt konkret në jetën tonë të përditshme. Kuptoni pra? Nuk kanë influencë, nuk kanë rezultate konkrete në jetën tonë të përditshme. E pejgamberi sallallahu alaihi wasallam këtë gjë ati ja shpjegoj, edhe neve na shpjegoj se ju duhet me prioritetet merrni. Dhe kjo është shumë e rëndësishme. Dhe kjo nuk është vetëm se të çështja e kiametit. Përgjithësi, nëse ka çështje të cilat kanë prioritet për një kohë dhe çështje të cilat janë të dorës së dytë, ne gabojmë shumë kur këto të dorës së dytë apo që janë periferike i nxjerrim para, ndërsa çështjet të cilat kanë prioritet i lam anash. Kjo është një prej asaj që lëngojmë ne si umet në përgjithësi. Veçanërisht edhe thirrësit islam në përgjithësi. I shef shumë thirrës për shembull kur shkojnë të flasin për diçka, i nxjerrin probleme në ligjërat, në ligjërimet e tjera të cilat nuk kanë efekt konkret, nuk kanë ndikim konkret. Çështje të cilat nuk sjellin diçka dobi konkrete, po thjesht është një debat i cili edhe nuk i takon rrethit ton, nuk i takon ambientit ku ne jetojmë, i takon krejt një hapësire tjetër. Dhe pastaj çka është rezultati i kësaj? Rezultati është pra, si të them kështu, kundër efekti. Ose i dukesh jo i interesant palës, ose nuk arrin ti që ta përcjellish mesazhin që duhet. Pse? Se nuk ke bërë një renditje të prioriteteve. Nëse bëjmë në një renditje të prioriteteve, ne në shumë aspekte do të ishim përpara, edhe në fushën e thirrjes islame, edhe në marrëdhëniet tona si umet, pra edhe në marrëdhëniet inter apo intra komunitare, pra intra umetit, brenda umetit, po edhe në marrëdhëniet e umetit të bashkësisë tonë, komunitetit tonë, me institucion, me umetet, me komunitetet tjera, pra intra dhe inter komunitare. Kjo do të ishte shumë e rëndësishme. E për fat të keq, duke mos e kuptuar këtë logjikë që pejgamberi alayhis salam ja ka shpjeguar atij, edhe ne sot bëjmë shumë gabime në fakt pra. Por kjo është pse i është përgjigjur i dërguari Allahut atij me këtë përgjigje. Pra e ka udhëzuar në atë që ka prioritet dhe na ka bërë me dije dhe neve që duhet bëni një renditje të prioriteteve dhe mos i tejkaloni ato. Merruni me gjëra të cilat janë të dobishme, janë produktive, sjellin dobi, sjellin efekte, sjellin rezultate, e jo me gjëra të cilat pra nuk kanë efekt, nuk sjellin dobi dhe nuk mund të thuhet pra se janë shumë të rëndësishme ose kanë ndonjë emergjencë që të diskutohen, të debatohen apo të nxirren si tema apo ballina të veprimtarisë tonë, të davetit tonë, të raporteve tona, të diskutimeve dhe debateve tona e kështu me radhë. Kjo do të ishte pra përgjigjja ime për atë që thatë ju. A do të thotë kjo që me këtë sikur Muhamedi alayhis salam po na edukon që koherenca është shumë me rëndësi si në aktivitetet tona, po edhe në mendimet tona dhe edhe në pyetjet tona që i bëjmë. Se edhe sot për shembull kemi shumë raste kur një mori e pyetjeve që na bëhen realisht nuk kanë të bëjnë me ditët e sotit, me çështjet koherente që janë apo aktuale. Por bëjmë pyetje për shembull për të ardhmen
e skajshme, ose për të kaluar e skajshme që as nuk mund ta ndryshojnë, as nuk mund ta përmirësojnë asgjë sepse ajo ka ikur. Të ardhmen bëjnë shumë pyetje rreth të ardhmës, rreth disa elementeve që realisht nuk kanë kurrë të bëjnë me përmirësimin e imanit dhe ngritjes së imanit e këto. A thua mos këtë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam deshti të na edukon të neve që të jemi koherent, kupton, edhe të bëjmë do siç ata më hati çështjen e prioriteteve, dhe t'i dhënë prioritet çështjeve që janë të ditës së sotit. Po, do të thot pikërisht kjo është përgjigja e të dërguarit të Allahut ka qenë me karakter edukativ. Që të na edukoj si të pjesim, për çka të interesohemi ne, për çka pra. Të interesohemi për gjërat të cilat nuk ndryshojnë gjë substanciale tek ne, çka nëse e din taj se kur do të bëhet kiameti, apo të pjesim për gjërat të cilat janë të dobishme dhe të cilat ndryshojnë tek ne në kuptimin pra substancial ndryshojnë gjëra. E tash edhe ajo që është për të ardhmen edhe për të kaluarën. Po, pikërisht shikoni, dietarët islam të kohëve të më vonshme, normalisht se nuk kanë dashur të futen në diskutime dhe në debate pikërisht për problemet që kanë ndodhur mes sahabeve. Pse? Sepse ato do të nxjerrin probleme tjera të lashe tjera. Për diçka që ka përfunduar tash ti duhet ta akuzosh Hazreti Aliun, ta akuzosh Hazreti Muaviun, ta akuzosh Hazreti Abu Bekrin, ta akuzosh këtat, am kupton për problemet, x problemet që kanë ndodhur. Mes vetë sahabeve, se kjo nuk sjell sot kur gjë. Ka thënë ato, ka qenë një kohë e kaluar, Zoti neve na ka shpëtuar, nuk kemi qenë pjesë asaj, tash mos ne gjuhët tona ti bëjmë faktikisht me gjakun atyre në të kuptim duke folur për ata. Kjo është një për të kaluarën. Po ashtu edhe për të ardhmen, ka gjëra të cilat mund të pyeten për të ardhmen në kuptim mobilizues, të mobilizohemi, në kuptim përmirësues dhe në kuptim përgatitor, të përgatitemi, pra konkrete. Ndërkaq jo gjëra për të ardhmen për të cilat ne nuk kemi ndikim. Bile fetarisht që pejgamberi alayhis salam edhe me shokët e vet nuk ka dashur të pyetet për gjëra të cilat nuk kanë ndodhur ende. E di kur themi ne për shembull, çka behoç, nëse ndodhet kjo, më kupton? Çka nuk ka ndodhur ajo, mos pyet për gjërat të cilat nuk kanë ndodhur. Pse? Se thot ka rast ai i cili pyet për gjërat të cilat nuk kanë ndodhur, pra të bëhet shkak që ajo nuk ka qenë ndaluar, po për shkak të pyetjes së atij të ndalohet. Kuptoni pra? Kështu ka qenë. Edhe Kurani vetë thot la teselu an shay'in tubdalakum tasukum. Mos pyesni ju për gjëra të cilat po ju tregon, nuk do t'u vjen mirë juve. Pra mos pyet për gjëra që nuk kanë ndodhur ende. Mos pyet për gjëra të cilat janë hipotetike, nëse bështe kështu. Edhe fetarisht realisht edhe nuk bën thush, nëse kështu si do të bëhesh tek kështu me radhë. Këto gjëra në përgjithësi Islami nuk i don, pse? Se janë të gjitha gjëra jo konkrete, janë jo produktive, janë gjëra të cilat nuk sjellin diçka të dobishme me një fjalë për njeriu, diçka konkrete, diçka të prekshme, por thjesht ngelin në atë fushën e atyre diskutimeve hipotetike, vetëm të asaj se si mund të bëhet kështu me radhë, por jo me ndonjë impakt konkret në të sotmen tonë. E pikërisht këtë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam edhe në aspektin edukativ si edukat e ka thënë, po në të njëjtën kohë edhe të na thotë se për çka ne dhe ku duhet ne të orientohemi me pyetjet tona. Dhe me çka duhet të merremi ne faktikisht. Po edhe për thirrësit islam është shumë e rëndësishme që çka duhet të trajtojnë ato në fakt. Dhe si duhet të qasen gjërave. A duhet të nxjerrin për diskutim gjëra të cilat absolutisht nuk janë prezente në mesin tonë dhe ai ti nxjerrë tash, pse ka qenë para 1000 vjetësh ajo diçka, apo çka si duhet të merret. Pra, kështu duhet të lexohet kjo përgjigje në mënyrë të thellë, kështu analitike, që kemi dobi edhe si musliman, por në të njëjtën kohë edhe si thirrës islam ne në diskutimet tona. Oqë, Allah të shpërbleft. Kemi një pyetje këtu me shkrim që në ka ardhur në Facebook, thotë ju përshëndes doktor Bashkim, kisha pas dëshirë të dëgjoj disa fjalë prej juve rreth ringjalljes së vetëdijes tek muslimanët. Kuptohet, është një gjë, ndoshta punë e gajbit të pyetet për të ardhmen. Është pyetje pak për vizion
me atë që kemi dhe përjetojmë çdo ditë duke bashkangjit edhe kjo që po flitet sot për kiametin dhe japin kuptim ndodhive të sotit. Selam. Do të thotë, shikoni, pra ne jo se nuk duhet të flasim për të ardhmen, jo se nuk duhet të flasim për kiametin, por është shumë me rëndësi si flasim. Pra të flasim pikërisht në kuptim të ringjalljes së vetdijes tonë, të ringjalljes së ndjenjave tona dhe mos ta bëjmë atë që ka treguar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam si një pengesë për zhvillimin tonë realisht. Edhe për nëse mund të shprehem ashtu, vënien tonë në gjumë. Kjo është shumë e rrezikshme. Shikoni, edhe shpesh kemi, do të thotë, kur kemi diskutuar edhe për çështjet, do të thotë, të parashenjave të kiametit, që ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam se do të dalin barin këmbëzbathur, do të garojnë në ndërtimin në ndërtesa të larta. Shikoni, kjo nuk duhet kuptohet si një luftë kundër ndërtimtarisë. Se pejgamberi nuk ka thënë se kjo është haram. Ai ka përshkruar çka do të ndodhe. Por kur asesi nuk e ka pas për qëllim ta ndërpresë për shembull ritmin e ndërtimit. Kuptoni pra? As se mos bëhen ndërtesa të larta. Jo, nuk ka qenë kjo për qëllim. Por ai e ka përshkruar se si do të ndodhin këto gjëra. Dhe ne, në përgjithësi, kur flitet për këto, çdo gjë duhet ta vëmë në shërbim të ringjalljes së vetdijes tonë, për të mirë, për të punuar, për të ndryshuar gjërat ka e mira, jo për të vënë në gjumë edhe për të, si me thon, pasivizuar dhe paralizuar në të njëjtën kohë. Tash edhe ardha e Isait alayhis salam, edhe me diut e kështu me radhë, edhe fenomenet që do ndodhin, po kur thot se çka do të bëni ju kur do të lëshohen popujt, do të vërsulen. Çka është kjo? Kjo është thirrje për para përgatitje, sa ata mund të vërsulen, por nëse ti je i përgatitur, ke mundësi të përballosh. Krejt këto janë për të na nxit neve të na zgjojnë nga gjumi që mund na kaploj si rezultat i pikërisht këtyre fenomeneve që do ndodhin para ditës së gjykimit. Dhe kjo nuk duhet të ndodhë, dhe nuk duhet të lexohen gabimisht mesazhet, porosit, shpjegimet, përshkrimet në përgjithësi që ka thënë, që ka bërë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam për periudhën para ditës së kiametit. Por çdo gjë duhet të përkthehet në kuptim pozitiv. Pra që ne të përgatitemi, të jemi aktiv, të mobilizohemi për të mirë, pra ta mbrojmë identitetin ton, ta mbrojmë ummetin ton dhe mos të çuditemi nëse ndodh pra diçka e tillë. Krejt kjo është në këtë drejtim. E tash, për ta ringjallë vetdijen ton, realisht duhet që këtë pasuri, këtë thesar të madh që na e ka lënë, mos e vëmë në kontekst të gabuar. Sepse vënia e këtij në kontekst të gabuar ndikon shumë negativisht. Se edhe siç ka ndodhur kjo në histori, për shembull, kur kanë dalur havarixhët, ata nuk janë thirrur në kapitalin e Marxit dhe veprat e Engelsit e Nietzsches, a janë thirrur në ajete kuranore, kur kanë dalur kundër Hazreti Aliut, edhe i kanë thënë, me ajet kuranor janë argumentuar se ai nuk është dash ta bëjë për shembull marrveshjen. Por Hazreti Aliu shumë shikoni thot fjalë e vërtet, por me atë fjalë e vërtet, që është pra me atë ajet vërtet që ju e keni marrë, e keni vënë në kontekst gabuar dhe keni nxjerrë një konkluzion të pavërtet dhe sinoni diçka të pavërtet, gjë që i ka kushtuar ummetit islam. Pra vënia e gjërave në kontekst të gabuar, çdo herë i ka kushtuar shtrenjt ummetit islam dhe ka pasur një ndikim negativ. Pikërisht atë që e ka bërë Hazreti Aliu atëherë, faktikisht neve na shikoni na përsëritet edhe sot realisht, me shpjegimet e gabuara që ummetin nuk e çojmë përpara, nuk e ngjallin, nuk e freskojnë, po çka i bëjnë e vënë në një pozitë pra kështu vdekjes klinike të them, nëse mund shprehem ashtu, ose të pasivitetit. Pse? Me pretekst e ka thënë pejgamberi. Por pejgamberi nuk e ka thënë të na pasivizoje dhe as ta humbim shpresën dhe ne të flejmë e të jemi të gatshëm, por na ka thënë të na mobilizoje realisht për këtë gjë. Kur jemi tek vetëdijsimi apo ringjallja e vetëdijes, besoj unë që kjo është njoshta prej gjërave më të vështira
që mund përballet një njeri shoku se si të ta kishim ringjallë atë vetdijen ton kur shohim se çka po ndodh sot në përbot. Po, Sikur na pengojnë këto faktorë, domethënë që të zhvillohemi shoku se ajo që shohim sot është pothuajse vetëm padrejtësi, dhonë, bota me një farë mënyrë apo tjetër po e arsyeton gjithmonë krimin dhe po e stigmatizon viktimën. Dhe po bëhet kjo drejt për drejtë. Tash po i bjem kështu direkt gjarë prit të koka, si thonë, shqipe se çka ndodh sot në Palestinë. po. Por, ajde ta kthejmë pak në anën e kundërt. Po mirë, a nuk qesh ka Gaza, krimet mbi popullatën në Gaza, genocidi që bëhet atje, shfarosje popullatës, a nuk është ajo shkak që u shpraz salla e Kombeve të Bashkuara ku mbajti fjalim pra kryeministri izraelit i cili është edhe akuzuar bile prej gjykatës ndërkombëtare për krime lufte. A nuk ndodhi edhe kjo? A nuk u mbushën rrugët e kryeqyteteve më të rëndësishme evropiane, me Londër, me Berlin, me Paris, me vende tjera? A nuk u mbushën me protestues që janë kundër? Qeveritë e tyre ndoshta kanë qenë jo të zëshme shumë, por populli doli në rrugë. A nuk është edhe e kundërta pra? A nuk është edhe kundër se shumë qeveri, shembull Slovenia ja ndaloi fluturimin mbi ose shpalli me fletarest. Spanja ashtu edhe vende tjera. A nuk ndodhi edhe kundërta? Është e vërtet se bëhen shumë padrejti, por kjo nuk duhet të jetë shkak për minimizimin e veprimtarisë tonë. Po e kundërta duhet të na mobilizojnë neve se kemi hapësirë t'ua shpjegojmë dhe t'i themi botës se kjo nuk është ashtu ju si e mendoni. Dhe bota realisht tash edhe e kuptojnë shumë. Është e vërtet se viktima shpallet fajtor, viktima shpallet kriminal, kriminali shpallet viktim. Por jo bash edhe kështu në mënyrë të generalizuar dhe çdo herë absolute, për shkak se ndodh edhe e kundërta. Pikërisht kjo që ndodh atje duhet të jetë një shkak, një motivim për ne që ne normalisht në bazë të mundësive tona ta japim kontributin ton, ta japim mundin ton në drejtim të sqarimit të asaj që është e dobishme dhe çdo herë ka një urtësi pas asaj. Nëse është pra e dhimbshme diçka, edhe është e dhimbshme padyshim, edhe për ne si musliman, po edhe për njerëzimin në përgjithësi. Megjithatë, edhe shumë parametra kështu them, shumë vlerësime në botë nuk janë ashtu siç kanë qenë për të dipalet fa. Ajo edhe tronditin ndërgjegje njerëzore. Pra edhe në vendet që nuk kam pasur lidhje me rastin e Palestinës ose të Gazës, ajo që ndodh atje pra, shfarosja e popullit dhe një holokaust i shekullit 21 e lëvizi megjithatë vetdijen njerëzore dhe i bëri që të dalin në për rrugë, në për të gjitha këto metropolet e rëndësishme botërore dhe evropiane. Pra ta kthejmë edhe në anën tjetër ta shohim gjërat, që nuk është bashkë se çdo gjë do të jetë keq, por për herë të parë pra flitet seriozisht tash për të drejtën atij populli atje që ta ketë faktikisht shtetin e vet. Edhe kjo është ana tjetër nga kjo tragjedi, nga kjo të them që kuptohet. Mirë, atëre, Allah shpërblet toç për këto sqarime dhe kemi edhe lutje edhe nga shikuesit tanë që po na shikojnë dhe po thojnë Allah të shpërblet për Amin, inshallah. shpjegime dhe sqarime të qarta. Me ty intervista po thuaj se kur nuk përfundon sepse gjithherë thuhet diçka që e bën moderatorin të nxjerrë edhe një pyetje prej asaj që e thua ti, sepse elaborimin e ke ashtu domon të thellë dhe të gjerësishëm, po nëse ke diçka për fond për një përmbyllje të bëjmë të temës,
për mos më të marrë kohë edhe ty Po. më shumë, sepse normalisht ju jeni tash një orë më vonë se ne, e kështu që Po jo, pra unë do të kishë qenë mesazhi i fundit që gjërat t'i vëmë në kontekstin e duhur dhe të mundohemi t'i kthejmë në favorin ton, për të mirën ton dhe të përfitojmë prej atyre, e jo t'i vëmë në kontekstin e gabuar dhe ato të na kthejnë pastaj bumerang dhe mos t'u japim hakun si duhet gjërave. Ta kryejmë rolin ton si besimtar që e kemi në këtë botë dhe ajo që ndodh të jetë nxitje për ne për të lëvizur në drejtimin e duhur, e jo të na dëshproj dhe të na bëjë që të paralizohemi dhe të mbyllemi vetëm në lëvoren tonë. Atëherë, Allah ju shpërbleft Amin, juve inshallah. nderuar dhe juve shikuesit që na ndoqët deri në të këto momente. Ju falenderojmë për pjesëmarrjen dhe ju njoftojmë se ashtu si që jemi marrë vesh me hoqën Bashkim Aliu, do të jemi këtu çdo të shtunë. Apo hoq? Po, inshallah, shpresoj. Ora 21:40 pra. Varësisht tash se sa lëviz dhe koha jacis, po? Ashtu, po. Do të jemi. Nëse mund na tregosh përafësisht për javën e ardhshme, cila do të jetë tema, nëse e ke përgatitur, nëse jo, nuk është problem. Po, besojmë se inshallah do të jetë po ashtu edhe ajo e rëndësishme që lidhet me realitetin ton si musliman në botën bashkëkohore dhe zhvillimet aktuale. Atëherë pra, me kaq po e përfundojmë, shohim nëse kemi ndonjë pyetje me shkrim këtu, dhe Ahmed Gjergjizi prapë thot Allah shpërblet, është kënaqësi të dëgjojmë këshilla nga hoxhallarët sikur juve, doktor Bashkim Aliu. Porosia ishte shumë me kuptim të madh. Selamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Shpresoj që ju kemi kënaqur dot me emisionin tonë dhe me atë se çka hoxha i nderor ka pasur të ofroj. Atëherë deri në emisionin e radhës ju lajm me përshëndetjen më të bukur islame, duke lutur Allahun xhaleshanu që emisioni i radhës në javën tjetër t'ju gjej shëndosh e mirë. Pra, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.